Datën 11 maj fillon dhe mbaron kampionati shqiptar. Zhvillohet çdo 4 vjet, është një kampionat i çuditshëm sepse në këtë kampionat zgjidhet cila palë do humbasi. Pra, pala që do bulizohet për 4 vitet e ardhshme, që do shahet, do largohet. Edhe ky kampionat ka shumë vite që funksionon kështu në Shqipëri, për fat keq. Që në kohën e komunizmit, pra, pala që humbiste, pala tjetër, keq trajtohej, edhe internohej, torturohej dhe vazhdon akoma më sot për gjetur cila është pala që do humbasi. Pra, mbasi ke vendosur të votosh palën tënde më të fortë dhe ata që do të përfaqësojnë ty në këto 4 vitet e ardhshme për të shkuar kundër asaj palës që ka humbur, ndërkohë mundet të ndalosh dhe të reflektosh se cilat janë përgjegjësitë tua dhe çfarë mundet të bësh ti në 4 vitet e ardhshme për të përmirësuar jetën tënde dhe të familjes tënde. Në datën 31 maj do zhvillojmë një event ku mundet ta bëjmë këtë gjë nga afër. Mundet të fillojmë dhe të hedhim hapat e para për të përmirësuar jetën tonë. Unë kam krijuar trajnimin Kujdesu për veten dhe atë ditë do kalojmë një ditë bashkë dhe do flasim për tema të rëndësishme që të njohim sa më shumë veten, me ushtrime që na ndihmojnë të njohim veten tonë dhe të kuptojmë që cilat janë gjërat që po bëjmë mirë në jetën tonë dhe cilat janë gjërat që po gabojmë, pse po i gabojmë. Unë kam zgjedhur teknikat më të mira që të ndihmojnë për të bërë këtë punë, si rreth jetës që të ndihmon se cilat janë fushat më të rëndësishme që ti ke më shumë nevojë për të përmirësuar në këtë moment jetës tënde. 5 nivelet e mentalitetit për të kuptuar se në çfarë niveli je, cila është sjellja jote dhe si mundet të përmirësosh për të ngjitur një nivel më lart. Do flasim për traumat emocionale që na ndodhin që në familje, për 5 traumat më të rëndësishme. Pra, do reflektojmë për të njohur sa më shumë veten tonë, për mos lënë më njeri me faj, po për të marrë përgjegjësitë tona dhe për të shkruar një të ardhmë sa më të mirë. Takojmë datën 31 maj te Hotel Dorositi në Tiranë. Kujdesu për veten.